rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Mirë se erdhe bia i. Mirë se të gjitha, baba. Tash po vazhdoj tregimin se ata 3 ditë nejtën shpellë. Ishin gëzuar së shpëtun, po megjithatë frikoheshin të delnin natën ose ditën sepse lajmtarë të ndryshëm mund të tregonin se kemi pa disa njerëz dhe illujtarët do të ndisnin. Abdullah i biri e Ebu Bekrit vinte shpesh dhe ja u vinte lajmet se çka ishte tu ndodh në Mekë. Esma ju silte ushqime, ndërsa një bari aty që ishte në marrëveshje me ta, me delit e ti ju jep të qumsht. Kështu pra, mas 3 dite, Abdullah i erdhe ju tha se kanë pushu lëvizjet e atyre që po ju kërkojnë, prandaj është mirë të merrni rrugën për Medinë. Edhe ata natën u ngritën, dolën, por nuk shkuan në rrugëve drejt Medinës, por shkuan rrugëve të ndryshme. Rrugëve ka nuk ecin as kalorësit, as udhëtarët. Domethënë, kjo ishte një përpjekje e tyre që të shkojnë sa më shpejt në Medinë. Mirë po një beduin arab i pa këta, dyshoj edhe shkoj dhe i lejmëroj illujtarët. Kur shkoj dhe ata u mlodhen me njerë dhe e caktu një njeri që ti zente gjithqysh Muhamedin dhe Ebu Bekrin edhe ti sillte në Mekë edhe ti denonte. Kështu që ata caktun Suraka bin Malikun. Ai me njëherë u pregadit se shuma ishte 100 deve, ishte një shumë e madhe, po dikush tjetër tha prap i kemi pa mirë, po ky për me qenë se dëshiron të vetë ta zinte Muhamedin edhe Ebu Bekrin, tha jo, ky bari do të thot i ka pa 3 veta, jo 2 veta. E kishte qëllimin që humte gjurë dhe më vetë shkonte. Kështu që shkojnë shpi, u përgadit mirë, me shpat, si kalorës, e hipi kalit dhe u nis rrugës, se e dinte drejtimin ku mund t'ishte Muhamedi me Ebu Bekri. Mirë po 2 herë rrugës kali erëzoj. Erëzoj edhe pak mendoj, tha, çka po ndodh kështu me mu? Herën e 3 përsëri erëzoj kali. Tha, si duket Zoti është duke i ndihmuar Muhamedit edhe është duke më penguar në qëllimin tim. Edhe duke thënë to fjala e pa Muhamedin. E pa Muhamedin, po e thirri Muhamedin edhe i tha, unë kam heq dorë, nuk do të ndjeki ma, sepse kështu më ka ndodhur. Mirë po Muhamedi ja bani një premtim. Surakas i tha se kur ta pushtojmë Persin, stolit e mbretit Persis do t'i dhuroj ty. Edhe ai u kthy, do thotë u kthy i gëzuar në Mekë, pa i treguar njeriut, po ka thënë se
nuk arrita. Këta kanë vazhdu natën, ditën, duke u fshehur në për shkurë, në për rrugë pa rrugë, edhe kanë vazhdu drejtimin për Medinë. Pas 2-3 ditëve këta fillojnë të shohin disa vija ujë. Vija ujë do të thotë janë pranë vijave, lendina, pastaj pemë, turma, edhe sa do kudo tash po e dinë se gjithsesi janë afru dikun afër Medinës, po nuk e dinin se ku gjindeshin, po vazhdonin edhe shku u ulen në një hije të urmave dhe të slodheshin. Bile aty edhe pejgamberi bëri namaz, e luti Perëndin dhe i thatë faleminderit o Zot që na shpëtove, dhe aty morën vesh ta se kanë arritur në Kuba. Kuba ishte një 2-3 mile largë nga qendra e Medinës. Ishin pra 2 qytete. 2 qytete që e kërkonin Muhamedin a.s. Ishte Meka. I dhujtarët e Mekës që mes do kush të kërkonin ta vrisnin. Ishte Medina, ku kishte strehuar me 10 musliman, po tani e prisnin njeriun, profetin, i cili do t'i udhëheste në rrugën e tyne. Pra, njëri qytet e kërkonte ta briste dhe njëri qytet tjetri e kërkonte me dashamirësi ta priste në gjirin e vetë. Mirë po këta Medinasit sa herë e kanë kërkuar dhe janë dëshpëruar kur nuk e kanë parë duke ardhur e profeti. Pas disa ditëve marrin vesh se Muhamedi gjendet në Kuba dhe vinë grupe, përshëndeten me te. Edhe tash Muhamedi bisedon me ta dhe fillon të ndërtoj foltorën e parë. Foltorën e parë muslimane. Aty kanë nejt 2 javë. Aty e kanë falë gjumane të lirë. Të lirë do të thotë gjithë Medinasit, gjithë banorët e Kubës, po dhe këta, do më thonë, e nin erën e lirisë, edhe në këtë gjuma u bo edhe rrëfimi ma i parë i pejgamberit i cili foli për Zotin, se është një dhe nuk ka tjetër, dhe ligjerata e tij bani përshtypje të madhe. Këta do të thotë pas 2 javë janë nisë me devet e tyne, me shokë që kanë pas pranë, edhe kanë shku në Medinë. Në Medinë se cili njeri ka pas dëshirë që ta merë në shtëpi Muhamedin. Mirë po Muhamedi thot, unë të gjithve ju kam njësoj, edhe gjithve ju du njësoj. Mirë po do të shohim aty ku ndalët devja. Aty edhe do të qëndroj edhe unë. Devja rrugëve të Medinës ka kalu rrugica, edhe ma në fund është ndalë të shtëpia e ju bin Insarit. Aty pra, pranë shtëpis, ka zënë vend devja dhe Muhamedi ka thonë se këtu do të ri. Po ka pyet, kuja është kjo pronë këtu afër kësaj shtëpie? Aty kanë thonë se kjo pronë është
e 2 jetimëve të pasur. Edhe janë paraqit ata jetimet edhe kanë thonë se ne po e falim trullin për Muhamedin. Mirë po Muhamedi nuk ka pranuar. Nuk ka pranuar, ka thonë, unë do t'a blej me çmimin që shiten tokat në Medinë, ka bërë pagesën, edhe aty ka ndërtu foltorën e dytë. Pra e para Kuba dhe tash foltorja e dytë. Përveç foltorës ai ka ndërtuar dhe një shtëpi për vete, edhe ka ndërtuar dhe një shtëpi për dvorfurin, për bobekt, të cilët nuk kanë shtëpi ose për udhëtarët. Të gjitha këto, do thot, i ka bërë, do më thonë, bashk me muslimanët, me Mekës, me Medinasit. Edhe qëllimi i tij ka qenë që të shohë, do thot, si e kanë gjendjen muslimanët e migruar, se përveç Ebu Bekrit edhe një njeriu quajtur Osmani, të tjerë kanë qenë pak më të vorfun edhe e kanë pas zor për jetuar. Mirë po, Medinasët të gjithë kanë dhënë gjysmën e pasurisë për vëllezërit e tyre musliman që kanë ardhur nga Meka. Pra, ensarët e vendas edhe muhaxhirët janë quajtur muhaxhir këta të ardhur nga Meka. Po për ta forcuar këtë lidhje, Muhamedi, një ensar edhe një muhaxhir i bën vëllezër, do thot vëllezër, edhe tash një Aliu që dikur ka pranuar fen islame, njeriu i katërt, Aliu e thot, unë kam vlla. Thot Muhamedi, thot vlla më ke mua, mirë po, unë jam profet, njësoj shembull si Musa, po, ti je vllau im, si Haruni, po, nuk je profet. Aliu është edhe një ngjarje të dhimbshme që ka ndodhur në Kuba. I fundit që ka qenë me pejgamberin në Mekë, do thot që ja ka lënë porosit, ka ardhur Aliu. Po kur ka ardhur Aliu këmbë nga Meka deri në Kuba, këmbët e tij janë bërë sall gjak. Atëherë Muhamedi me durët e tij ja ka pastruar dhe ja ka shëruar. Prandaj thot, unë dhe ti jemi vëllezër. Kjo do të thot është një pjesë e tregimeve që unë edhe këtu është viti 622. Do të thot, prej këtu fillon një jetë e re para 14 shekujsh. Duhet të ke lexuar edhe ti në libra fetare, apo jo? Baba më ke thënë se do të filloj një epokë e re për muslimanët. Ashtu është bija ime. Të lumë. Këtu pra fillon një epokë e re për muslimanët dhe islamin. E tash, ndoshta ti nuk je lodhur, po tregimin tjetër e vazhdojmë natën tjetër. Ngritur nga dalë bija ime. Natën e mirë, baba. A do ta marrësh fenerin?
deri të dhoma e fjetjes, të duhet. Shko bija im. Natën e mirë, baba. Natën e mirë.